Nëse ne sot jemi besimplot për ecurinë e këtij procesi dhe nëse sot shqiptarët kanë një arsye themelore për të besuar se ky proces është i pakthyeshëm, kjo lidhet me pikërisht ecjen dorë për dorë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian dhe të qenit pjesë e tij është njëkohësisht një garanci. Shumë kush e pikturon Bashkimin Evropian si një pengesë, e pikturon Bashkimin Evropian si një barë, e pikturon Bashkimin Evropian si një perimetër që nuk të lejon të marrësh frymëlirisht, por nuk ka gjë më larg të vërtetës dhe nuk ka gjë më të gabuar, sepse në fakt Bashkimi Evropian garanton perimetrin e shtetit të drejtës. Dhe shteti i drejtës nuk mund të negociohet, por vetëm të respektohet kur e ke dhe të ndërtohet kur nuk e ke. Kështu që në këtë ditë të Europës, në këtë ditë që kremton jo thjesht Bashkimin Evropian, por Europën, si djep kulturash dhe vullnetesh, unë duhet ta nënvizoj me forcë që shqiptarët janë në ditën e tyre më të mirë, por njëkohësisht janë sot në një kohë kur bekimi i të qenit pranë Europës së Bashkuar është njëkohësisht një garanci e të qenit në një rrugë pa kthim. Natyrisht që kjo rrugë ka të përpjeta, ka të tatpjeta, ka momente më të mira, ka momente më të vështira, por kjo është një rrugë pa kthim.